përcjellë që mati, sepse jo vetëm që tam qenje politike, ma tepër nështë se një pjesë e madhe shtetare me që merrem dhe aktivisht, por nuk kam parë ndonjë ish kryeministër ose kryeministër detyrë ose njeri i cili është, si tham, me një mbështetje jashtëzakonisht madhe që është sfidu kaq fort edhe kaq shumë për 1 orë 45 minuta sa zgjat intervista, i numëruam diku ishin 45 pyetje direkte nga kushtrimi dhe realisht u përmbledh gjitha ajo që shton në mënyrë të vazhdueshme pjesë në ato intervistat e tij në zyrën e kryeministrisë. Pra, unë besoj që intervista ishte jashtëzakonisht substanciale dhe qytetarët e cilëve në mas të madhe ju kanë mungu që një kohë përgjigjet i marrën dhe me gjas të përgjigjes kanë mi pëlqy ish opozitës sepse unë besoj që ka performu mirë. Tani, çështjet të cilat ne kemi diskutuar në mënyrë të vazhdueshme këtë debat, sidomos me qasjen e VV-s kundrejt mediave ose edhe temave të caktuara, në besoj që i dha përgjigjet për sa kohë kishte, sepse megjithatë disa tema unë besoj që kanë pas nevojë edhe më shumë me u trajtu, se zoti Matoshi i quajti numra në kuptimin e të dhënave që në shkencë quhet dhëna empirike dhe realisht me to realisht nxjerr të argumente, po fundja fundit është qasje se cilëpeni se shohim. Prandaj unë mendoj që moti nuk kam pa një intervistë më sfiduese të një politikanit të nivelit siç e ka pra zoti Kurti dhe tek gjuha e media më mirë që e tha që nuk ban mu pra me hyt gjitha manifest siç themin në popull, e para dhe e dyta eksplicit e tha që unë nuk boj përgjegjësi për individ të cilët realisht kanë gjuhë tashpër për diçka, sepse kryeministri nuk mundet me marr rolin e qytetarët e shtetit. Po, nuk mundet me marr rolin as të KPM-s dhe as të prokurorisë, as të gjykatave. Mundet me shkarku. Po, kanë me shkarku cili prej tyre. O i moral, o zoti